e merrte njëri pyeste atë sondazhistin e Donald Trumpit, i thoshte ç'a do ndodhte në Amerikë po të dilte presidenti, edhe ti thoshte fëmijëve hapeni në Google fotot e mia nudo, o pika. Do me thënë unë, sipas tyre, në takimin me votuesit e parë atij që po tregoja një histori me Pandi Majkon atje që lidhet me historinë tonë. Edhe që ishte ai epizodi i nxjerrjes fotove të mia nudo dikur në fushatën e 2007-s. Nga këta zhabulanët që sot bëjnë edhe moralistin, e tregojnë edhe që është familja këta zhabulan. Edhe përmenda që janë në Google. Para njëherë në Google janë të mbuluara, që se këtyre është iki mendja kokës. E dyta, nuk ishin fëmijë ata. Dhe e treta. Po mirë more, si ka mundësi, ku e gjejnë këta kapacitetin të më bëjnë mua moral këta, kur këta çdo ditë u tregojnë fëmijëve, u tregojnë familje, u tregojnë shqiptarëve se si nuk duhet të sillet, se çfarë nuk duhet të thotë njeriu, me akuza, me shpifje, me sharje ekstreme, me nuk e di domethënë, zi nga të katër anët, si ka mundësi. Jam pa fjalë.